Në fakt nga arsyeja ne kuptojmë nivelin e vetëdijes se pse ne e kryem një festë, dhe mënyra ne kuptojmë se sa ne jemi të gatshëm për t'ju përshtatur rëndësisë dhe peshës që ka një veprim që kryem. Arsyeja është sepse ne quhet Fitër Bajram, pra kthehemi në natyrshmëri. 30 ditë, afërsisht një muaj të plot, nuk ishte natyrshme për ne, dhe s'është natyrshme për njeriu që të heqë dorë nga ushqimi dhe pija. Por Zoti i gjithësisë vendosi tek ne të na mësonte një për hierarkive më të mëdha që ka njeriu. Mendja, shpirti, pastaj vjen trupi. Në momentin kur trupi dominon këto dy tjerat, herëherë Zoti sjell thirrje në formë urdhërore dhe bindje që ne të sistemojmë hierarkinë tonë të vlerave të ndërtimit të personalitetit tonë. E dyta, hierarkia jonë kështu ndërtohet në shoqëri. Që ti të përpiqesh të ecësh nga një herë me këpucët e tjetrit, po me ato këpucë që të vrasin. Jo me ato këpucë që janë fikse si numri jot. Pra, vështirësia, sfidat, problemet, aftësia për të vetë përmbajtur, mërzia dhe gjërat të cilat ndodhen brenda nesh, ky muaj i kishte në kryefjalën e vet që ne si besimtar duhet i kishim në fokus. Dhe mbi të gjitha ishte devotshmëria si kurore e gjithë kësaj rruge që ne ndoqëm. Tani devotshmëria nuk është gjendje e shenjtë, shenjtëri. Është përpjekja e njerëzve që të bëhen më mirë se ç'ishin ndje, në çdo lloj sfere të mundshme. Njeriu futet në devotshmëri, qoftë dhe përpjekje më të vogël ta bëjë për të ecë përpara. E dyta është mënyra. Tani mënyra tregon sa ne jemi të gatshëm për ta kuptuar këtë ftesë dhe këtë adhurim të madh të Zotit. Mënyra se si ne për shembull kur shkojmë tek faltoret, shpërndajmë një sadaka që quhet sadaka fitr, të cilët ne si besimtar nuk konsiderohet agjërimi i plot, nëse ne nuk e kemi dhënë këtë. Pra është një mënyrë fisnike, etike që i shkon përshtat një njeriu që ka kuptuar ku është edhe sa vdekatar dhe sa shpejt i vdekshëm është. Ka kuptuar që të mirat duhet ndahen, ashtu si vështirësia, mirë është ndahet që të lehtësohet. Por dhe mira po të ndahet shijohet më shumë. Ne shpërndajmë sadaka fitrin, pastaj dyta gjë është përgatitja jonë fizike nëpërmjet pastërtisë, nëpërmjet rrobës së pastër, parfumit, shoqërore nëpërmjet prezencës së familjes, kolektive nëpërmjet urimit njëri tjetrit dhe falja përbashkët, dhe mbi gjitha shpirtërore që është falja, është mëshira, falja, respekti, që ne kemi detyrë për gjithë njerëzit. Se është edhe një nga momentet, po e quaj më të rëndësishme dhe që e ka, po themi si kryefjalë edhe të kësaj dite të rëndësishme, dhe që është pikërisht falja e namazit të Fitër Bajramit, në shesh dhe kudo në fakt, por ne marrim gjithmonë atë referencën. Duket sikur nga viti në vit, gjithnjë e më shumë besimtar janë në shesh, pra nëse bëjmë edhe një krahasim ose nëse hapim edhe arkivat edhe shohim se si ka ndryshuar. Duket sikur po e quaj trendi në thonjza është në rritje për të besuar. Por çfarë do të thotë kjo nga ana tjetër? A është ndoshta e barabartë me rritjen e pasigurisë për jetën, ndoshta të frikës nga vdekja, apo të arsyeve të cilat lidhen me mënyrën që ne jetojmë çdo